Të dashur demokrat, zonja dhe zotrinj. Mirë se erdhe në Korçën e Zemrës zoti Ervin Salani. Unë jam Bravaldi Xhafka, sekretar organizativ i degës të Partisë Demokratike e Korçë. Sot nuk jemi mbledhur këtu për një aktivitet formal. Sot jemi këtu sepse diçka brenda nesh nuk po shkon si duhet. Sot jemi këtu sepse Partia Demokratike nuk mund të vazhdojë dot në këtë mënyrë. 12 vjet opozit. 12 vjet duke humbur zgjedhjet. 12 vjet duke Ramaik! 12 vjet duke justifikuar humbjen. Pyetja që duhet i bëjmë sot vetes nuk është kush na e ka fajin, por pse ne nuk po arrim të fitojmë dot. E vërteta është e dhimbshme, por duhet thënë. Ne kemi humbur mentalitetin fitues. Kemi humbur besimin tek njëri tjetri. Kemi struktura partie që nuk marrin frymë. Kemi njerëz të ndeshëm të lënë më njanë. Kemi demokrat që nuk thirren më sepse janë të drejtë dhe jo të bindur. Dhe pastaj çuditemi pse qytetari nuk na beson. Partia Demokratike nuk është pronë askujt. Nuk është zyrë, nuk është karige. PD-ja jeni ju. Jeni njerëzit që rinë në shi për fushat. Janë ata që nuk kanë marrë asgjë, por nuk janë larguar kur nga Partia Demokratike. Janë ata që humbjet i kanë përjetuar si plagë personale. Ne nuk kemi nevojë për një PD që mbyllet nga frika. Ne kemi nevojë për një PD që hapet nga besimi. Meritokracia nuk është fjalë luksi, është kusht përfitore. Nuk mund të kërkosh votën e qytetarit, kur brenda nesh nuk vlerësohet puna, por zëvend servilizmi. Nuk mund të flasim për demokraci, kur strukturat janë të përgjumura dhe zërat kritik shihen si problem. Ky takim nuk është kundër Partisë Demokratike. Ky takim është për të shpëtuar Partinë Demokratike. Dua të bëj një pyetje që dhemb. A e ndjen më qytetari se Partia Demokratike lufton për të? Apo na sheh thjesht si një parti që di vetëm të mbas me dinjitet? Sepse e vërteta është kjo. Ne nuk na mund vetëm kundërshtari. Na ka mundur mentaliteti humbës brenda nesh. Na ka mundur frika për të folur. Na ka mundur komoditeti i posteve. Na ka mundur ideja se mos e trazoni ujin tani. Na ka mundur ideja se prisni se nuk është momenti i dur. Për sa vjet duhet të kalojnë për të qenë momenti i dur. Partia Demokratike nuk u krijua për të qenë e qetë. U krijua për të qenë tronditse. Nuk u krijua për të mbjetuar. U krijua për të ndryshuar Shqipërinë. Unë nuk pranoj që Korça të jetë bastioni i humbjes. Nuk pranoj që Partia Demokratike të mbahet gjallë vetëm nga kujtimet e së shkuarës. Ne nuk kemi parti muze. Ne jemi shpresa e shqiptarëve. Ne duhet të rizojmë strukturat, t'i japim dyert, t'i japim hapësirë të rinjve, profesionistëve, njerëzve që nuk kanë mbiemër politik, por kanë dinjitet. Mjaft me justifikime, mjaft me ndarje artificiale, mjaft me frikë nga zëri demokratëve. Partia Demokratike ka lindur për të fituar dhe do të fitojë sërish vetëm nëse i kthehemi frymës së saj dhe jo fasadës. Unë jam këtu për fitore. Jam këtu për një PD që beson te njerëzit e saj dhe jam këtu për një PD sa më të bashkuar. Jam këtu për një Korçë që nuk dorëzohet. Nëse kjo parti do të ringrihet, do të ngrihet nga zëri i demokratëve, nga guximi për të thënë gjithmonë të vërtetën.
sepse demokratët nuk janë krijuar për të humbur, por për të fituar gjithmonë çdo betejë. Faleminderit, fitore, fitore, fitore. Tani më lejoni t'ja fjalën Angelos, antar i Forumit Rinor të Partisë Demokratike Dega Korç. Faleminderit. Të nderuar demokrat, të dashur qytetarë dhe qytetare të Korçës sime, jam Angelo Pela, 23 vjeç, inxhinier ndërtimi në profesion dhe i djathtë nga bindja. Ndërtoj objekte të qëndrueshme dhe mendime me themele të forta. E këto të dyja e kanë një pikë të përbashkët. Të dyja nuk lëvizin majtas. Jam pjesë e atij brezi që nuk i mban mend fitoret e Partisë Demokratike, por ka qenë prezent i të gjitha humbjeve të saj. Sot nuk jam këtu për të bërë lavde, e as për të ankuar se sa shumë zgjedhje na kanë vjedhur. Foltoret dhe termat rithemelim, ringritje janë kthyer tepër të shpeshta, por nëse ato nuk ndihen me zemër, nuk vlejnë as edhe një fjalë. Prandaj sot, secili prej nesh duhet të ndalet qoftë edhe një sekond dhe t'i drejtoj vetes një pyetje. A dua të jem pjesë e ringritjes së Partisë Demokratike apo dua të jem spektator i rënies së saj? Sot është kthyer në luks për shqiptarët, për ne shqiptarët, që të zgjedhim se cila kahje politike është më e përshtatshme për të zgjedhur se kush është më i përshtatshëm për të udhëhequr vendin. Sot është kthyer në betejë ekzistenciale për popullin shqiptar. E pavarësisht gjithë makinacionit që pushteti ka në dispozicion, ky burr këtu, Ervin Saljani, ka treguar se di të fitojë. Ka treguar se di të përballet edhe në kushtet më të vështira. Prandaj unë sot e mbështes dhe kjo është kauza që ne duhet ta kishim nisur prej kohësh. Më lejoni t'ju kujtoj një episod të shkurtër që pata gjatë fushatës të 2025-s. Gjatë takimeve me njerëz, pata mundësinë të takoja dhe një zotëri rreth të 60-tave, shtat lart, goxha i mbajtur, duke që ishte emigrant dhe Amerika ja kishte ofruar atë që ndoshta atë dheu i tij kur nuk do t'ja ofronte. Dhe gjatë bisedimit mu drejtua me 2 fjalë. Jetë shumë i mirë, po politika të prish. Jam i bindur se çdo i ri e ka dëgjuar të paktën një herë këtë fjalë. Po pse vallë është krijuar kjo qasje kundrejt politikës? Përgjigjen e dim të gjithë. E din edhe ata që nuk duan ta pranojnë. Lodhje dhe zhgënjim nga klasa politike 35 vjeçare. Partia Demokratike është një forcë politike që gjithmonë ka prodhuar figura të reja dhe ide të reja. Prandaj ne sot duhet të paraqitemi me një alternativë komplet të kundërt, qoftë nga ajo që ne kemi ofruar deri më sot, apo nga ajo që kanë ofruar kundërshtarët tanë. Duhet të ofrojmë një model të besueshëm me argument dhe me intelekt, jo me fyerje dhe me sharje. Më lejoni t'ju bëj disa pyetje. A mund të rimëkëmbet Partia Demokratike vetëm nga të vjetrit? Edhe unë mendoj që jo. Kjo betejë që ne kemi futur sot nuk mund të fitohet me nostalgji. A mund të rimëkëmbet Partia Demokratike vetëm nga të rinjt? Unë mendoj që Partia Demokratike mund të rimëkëmbet vetëm atëherë. Partia Demokratike do rimëkëmbet vetëm atëherë kur të vjetrit, eksperienca e të vjetrëve të përqafojë ide të reja. Ne të gjithë e dim se nuk është e drejtë që një grusht të emëruarish të vendosin për fatet e mira demokratëve. Demokracia ka një element shumë të thjeshtë, po tepër thelbësor. Të gjithë
duhet jenë të barabartë në mundësi dhe vetëm i miri duhet të fitojë. Në qovë se njëri demokrat largohet me kokën ullur sepse nuk ndihet i dëgjuar, unë ndihem njësoj si ai. Në qovë se një demokrat paguan lekët e fundit për t'u bashkuar protestave në Tiranë, për mua është njësoj si kur t'jetë prekur xhepi im. Në qovë se një demokrat përjashtohet, sepse ka mendim ndryshe, pavarësisht se ka 13 vjetë që proteston, unë ndihem 2 fish më i përjashtuar se ai. Pse? Sepse forma me pastre manipulimit është i bësh të tjere të besojnë që janë fajtor sepse nuk ju bindën urdhrave të tua. Prandaj nëse dikush sot pretendon se sigla e Partisë Demokratike po përdoret për qëllime personale, i ftoj të shohin këtë sallë të mbushur plot dhe të reflektojnë në mendim. Sepse demokratët janë këtu, janë të shumt, duan të dëgjohen dhe duan të vlerësohen. Duke nisur nga unë i pari, do të jem pjesë e çdo tryeze dhe çdo takimi ku do të ketë demokrat, qofshin 2-3 veta e jo më qindra si që jemi këtu. Partia Demokratike duhet të ringrihet, jo për t'u adhuruar si subjekt, po për t'u përdorur si të vetmen armë që disponojmë për të formuar një të ardhme më të mirë nesër për ne, për prindrit tanë që na kanë rritur me sakrificash, e për fëmijët tanë që nesër në kopshte dhe në shkolla të këndojnë këngë për Shqipërinë edhe jo të recitojnë vjersha për babagjyshin dhe bashkëshortin e tij. Ne shqiptarët, qofshim të majtë, të djathtë, krishterë, musliman, jemi një popull me besim të fortë në konservatorizëm. E adhurojmë Zotin dhe e duam familjen. Prandaj, ndërkohë që të gjithë së bashku qëndrojmë në këtu dhe kryq historik për Partinë Demokratike, dua t'ju bëj një thirrje të gjithë shqiptarëve, të gjithë bashkëqytetarëve të mi. Nëse ndjeni të njëjtin pasion që ndjej unë, në qoftë se ndjeni të njëjtën shpresë që ndjej dhe unë, në qoftë se ndjeni të njëjtën emergjencë për popullin tonë që ndjej dhe unë, atëherë nuk kam dyshimin më të vogël se shqiptarët anë kënd Shqipërisë, nga Vermoshin, Kornispol edhe në diaspor, do i përgjigjen thirrjes së të rinjve. Do i përgjigjen thirrjes së të rinjve për riformimin e Partisë Demokratike, që ne nesër të garantojmë që të japim fund kësaj anarkie politike dhe të krijojmë një të ardhme më të mirë dhe një mëngjes i ri do të lindë për të gjithë demokratët. Fitore, faleminderit. Mirë mbrëma dhe mirë si u gjeta, Korça fitorës vitit 2021. Unë jam Ndres Pjetri, një nga kandidatët e zgjedhjeve të fundit, më i votuari në degën Durrës dhe një djalë që vjen nga një familje persekutuar politike. Si tha Angelo pak më parë, unë kam bo 9 fushata që janë pjesë aktive e Partisë Demokratike, të 9 janë humbë. Asnjëherë vetëm ne s'kemi fituar. Tani, problemi qëndron që dihet në gjitha fushatat çfarë bën Rama dhe banda aty ose shpura aty politike. Shtrembron vullnetin e qytetarëve shqiptarë. E kemi provuar ta mundim me vot nuk po mundim dot. Mënyra kur nuk mundet me vot një regjim ka një formë, sheshet plot dhe faktorin ndërkombëtar me vete. Tani e vërteta është kjo. Sheshin e kemi plot? Jo. Në zgjedhjet e fundit pati mungesë teksuar shesheve të plot. Jo të gjithë shqiptarët besuan tek opozita jonë. Kush mban përgjegjësi për këtë punë? Absolutisht leadershipi. Tashi u bën 4 vjet që ambasadat nuk shkelin më në partinë tonë politike. Që është faktori i dytë që ne ta rrezojmë Ramën. Kush mban përgjegjësinë për këtë punë? Absolutisht leadershipi i Partisë Demokratike. Ne po ngrihet nga fillimi deri në fund. Por problemet kryesorë për ne janë 2. Dhe kushdo që vendos interesin kombëtar para atij personal, merret vetëm me këto 2 probleme. 1, fitimi e besimit dhe zgjimin e shpresës në këtë vend, dhe 2, faktorin ndërkombëtar. Në rrugë tjetër kjo punë nuk ka. Rrof Shqipëria e lirë demokratike dhe inshallah Zoti e bekon këtë rrugë. Fjalën e ka deputeti juaj i zemrës, Ervin Saliani.
Të nderuar miq, të nderuar demokratë dhe demokrat, siç e shihni nuk e pengon as bora, as akulli, as ngrica, që Korça tjetë vulkan, që salla tjetë plot dhe që jashtë të kemi njerëz. Ju kërkoj ndjes që nuk e llogarita mirë dhe nuk kërkuam që takimin ta bënim pallat sportit ose në shesh, sepse sheshet në Korçë për herë janë përgjigjur, sepse sallat Korçë janë për herë më shumë se sa plot. Mirëmbrëma demokrat, mirëmbrëma qytetarë që na ndiqni, mirëmbrëma Korçë shpirtit të madh, mirëmbrëma qyteti i zemrës time, qytetarë dhe demokratë të zemrës time. Ju falenderoj nga zemra për këtë pritje të jashtëzakonshme, për këtë zjarr që na ngro shpirtin ne që jemi në sallë, por pa diskutim, që ngro shpirtin e çdo demokrati që e shikon në çdo cep të Shqipërisë që demokratët janë këmbë. Që shpresa për Partinë Demokratike dhe për opozitën edhe në këtë natë të ftohtë janari është plot. E vendosëm që këtë takimin e parë për vitin 2026 ta nisnim nga qyteti i Korçës si ogur të mbar për fitore dhe për ndryshim, dhe me sa duket Korça po e tregon veten. Ka marrë me mira mesazhe inkurajimi këto ditë nga miq, demokrat, qytetar, drejtues Partisë Demokratike dhe të opozitës, dhe natyrisht as nuk kisha e as nuk kam plan të ndaloj për asnjë moment në takimet me demokratët. Për të vazhduar me demokratët rrugën pa kthim për ripërtëritjen e Partisë Demokratike, për ringritjen e Partisë Demokratike. Por kjo pjesëmarrje, kjo mbështetje, kjo energji, ky respekt që po shifet që na keni dhënë sonte, na mbush edhe me më shumë shpresë, edhe me më shumë energji, na jep forcë për të vazhduar përpara. Ky takim dhe kjo pjesëmarrje na jep frymë, na mbush zemrën dhe shpirtin për të dhënë gjithçka, për ta bërë realitet atë që të gjithë demokratët duan dhe atë që presin të gjithë qytetarët e lirë të këtij vendi. Të sjellim rotacionin, ta bëjmë Partinë Demokratike fituese, ta bëjmë Partinë Demokratike fituese, fituese, fituese. Dua t'i drejtohem me mirënjohjen më të thellë drejtuesve të Partisë Demokratike të degës Korçë, të cilët janë sot këtu, nga sekretari, nënkryetarët, sekretari organizativ, kryetarët e grup seksioneve. Dhe dashur miq, një pjesë e madhe apo të gjithë ju keni marrë një mesazh që nuk është nga Korça, sepse nuk është as në dialektin e Korçës. Thoshte ka agent personale që është dialektore e një treve tjetër. A di mesazh besoj që është dërguar nga Edi Rama, se vetëm ai mund të ketë 20 milion lekë për çdo takim për të mbushur me mesazhe gjithë dynjan që takimi organizohet nga krimi organizuar. Jo zotrin, jo vetëm që lidhjet me krimin organizuar të faktuara i kam personazhe tjerë në qeveri që unë i kam denoncuar me emër e mbi emër. Nga jugu në veri, nga lindja në perëndim, jo vetëm në parti, të cilët i dim shumë mirë se cilët kanë probleme, po këtë takim nuk e ka organizu dhe as i takim tjetër nuk e organizon krimi organizuar, po partia organizuar që i përgjigjet që organizimit leadershipit Partisë Qendrore. E për këtë të nderuar miq, dua të falenderoj nga zemra të gjithë kryetarët e grup seksioneve që janë bashkuar, 95% i nderuar kryetari i grup seksionit 1 Monika, i nderuar kryetari i grup seksionit 3 Afërdita, i nderuar kryetari i grup seksionit 4 Martini, i nderuar Sadriti Pesës, i nderuar Kristi 6-ës, Bravaldi 7-ës, Iliri 8-ës, Damiano i 10-ës, Kristi i 12-ës, Profesor Ardi 13-ës, Donaldi 14-ës,
Daniel Bendoj 15-ës, Erion Gjiani 17-ës, Dine Beshiri 17-ës, Klajtit Voranit, Erioni Bulgarecit dhe ndjesnës e ka marruar gjithë partia e Korçës e shtu. Të gjithë demokratët janë të bashkuar për një qëllim, për ta bërë Partinë Demokratike fituese, për ta larguar Edi Ramën. Tani, të nderuar miq, e nisa nga kjo dhe dua ta vazhdoj me disa elementë që kanë të bëjnë me organizimin tonë të brendshëm. Me këtë energji, me këta njerëz, ne kemi arritur që në vitin 2021 zonën elektorale që mbuloja unë ta fitonim dhe ta mundim Edi Ramën këtu dhe të arrinim një rezultat barazim. Po tani, me të njëjtat kushte represioni, me të njëjtat kushte që Edi Rama i ka përdorur në çdo zgjedhje të vjedhjes së zgjedhjeve, të represionit, të përdorimit të administratës, të paras, të Peleshit, por edhe të shokëve të Peleshit, Partinë Demokratike, ne dhe ju i kemi marrë para. Po tani të nderuar miq, a është vetëm faji i atyre që na vodhën sipas nesh, apo kemi dhe ka përgjegjësi dhe leadershipi i Partisë Demokratike që vetëm në krye të 2 viteve që në zgjedhjet lokale 2023 u tregu, po tani në 2025 diferenca shkoi 22.000 vota. 22.000 vota janë shumë, të dashur miq. Janë shumë duke marrë parasysh edhe largimin e popullsisë në këtë trev që bëri që të kishim një deputet më pak në zgjedhjet e vitin 2021. A ka përgjegjësi dikush? Se dakord jam unë. Dakord jemi të gjithë ne dhe nuk ka shqiptar që nuk e di që Edi Rama i vjedh zgjedhjet. Po sheshet kush na i vjedh që ti kemi bosh? A kemi ndonjë përgjegjësi ne sot për këtë? Sepse të nderuar miq, ka një diferencë të madhe mes njerëzve që duan të fitojnë dhe njerëzve që duan të ruajnë privilegjet. Partia Demokratike dhe demokratët, po jo vetëm demokratët, por 500.000 opozitarë që votojnë Partinë Demokratike nuk mund të jenë peng i 50 rrogtarëve të cilët për shkak të rrogave të tyre duan ta mbajnë Partinë Demokratike peng të pandryshuar, të atrofizuar, të përgjumur, të nëpërkëmbur. Interesi demokratëve është që të fitojmë zgjedhjet. Interesi rrogtarëve janë privilegjet personale. Dhe të nderuar miq, sepse kam dëgjuar shumë që thonë takimet me demokratët a shqetësojnë demokratët. Jo. Takimet me demokratët shqetësojnë Edi Ramën. Status quo-ja në Partinë Demokratike i intereson vetëm Edi Ramës. Ndryshimin Partinë Demokratike intereson demokratëve. Ndërkohë që demokratët në çdo qytet janë të qartë se çfarë duhet për Partinë Demokratike, leadershipi i Partisë Demokratike është i paqartë. Para dite kërkon bashkim, mbas dite ofron përjashtime. Para dite mbron drejtësinë, mbas dite sulmon me libër shtëpie spakun. Para dite shajnë oligarkët, mbas dite nuk kanë asnjë fjalë për paqen fiskale dhe për amnistin fiskale që fitojnë vetëm oligarkët dhe ata që ja kanë hedhur shtetit, dhe jo ata që kanë punuar në mënyrë të ndershme dhe kanë paguar taksat në këtë vend. Në mëngjes tonë që avokati i popullit u zgjodh nga Rama, mbas dite nuk thonë asnjë fjalë kur avokatja e popullit e propozuar nga Partia Demokratike merr funksion nga Rama. Dhe të nderuar miq, ne nuk mund të ecim me këtë paqartësi strategjike, ku gjithë para diteve Partia Demokratike të thotë që Shtetet e Bashkuara do ta heqin Ramën, pastaj Ramën nuk ka heqkan dot as Shtetet e Bashkuara dhe as drejtësia. Ndërkohë që Ramën po e heqin Shtetet e Bashkuara, drejtësia dhe ne që duhet t'i japim dërmën e fundit. Por nuk na e ka fajin e vetëm qeveria që gjithë mandatin themi që nuk ka zgjedhje me Edi Ramën për 4 vite. Dhe pasaj muajin e fundit
themi që s'ka gjë, do ta mundim Edi Ramën edhe kështu siç është, dhe pasaj pasi mbarojnë zgjedhjet, vazhdojmë ciklin edhe të themi që po na vodhi zgjedhjet. Ne, të nderuar miq, nuk mund të themi në 4 vite çdo javë, çdo herë që thrasim njerëzit protesta, do ta rrëzojmë sot Edi Ramën dhe pasaj të bëjmë vetëm turizëm protestash bulevardi që nuk i shërbejnë opozitës, që nuk i shërbejnë Partisë Demokratike. Partisë Demokratike i shërbejnë revolta, i shërbejnë përballja, i shërbejnë përplasja me qeverinë, i shërbejnë largimi Edi Ramës. Ej miq, ne duhet ju themi qartë, edhe miqve dhe kolegëve të tjerë në Partinë Demokratike, se Partia Demokratike ka nevojë për gjithë. Të vjetër e të rinj, me eksperiencë dhe pa eksperiencë, njerëz që ka dhënë kontribut në vite dhe ata që vinë për herë të parë. Por se cili duhet i gjejmë pozicionin e dur, se edhe Lionel Messi po ta fusësh portier që është lojtari më i mirë në botë futboll do dalë më i keqi. Ama po ta lesh në sulm dhe lojtari më i mirë në botë. Dhe ne duhet i gjejmë gjithë secilit pozicionin në Partinë Demokratike, e nëse qajnë që nuk ka njerëz në përsalla, hapeni krahun miq, se ja ku janë demokratët dhe ti marrin përpara qeverinë. Po kur na thonë edhe keni dëgjuar, ka disa që thonë që demokratët ne, mira në gjithë Shqipërinë, nuk jemi në kohën e dur. Nuk jemi në kohën e dur, në fakt, sepse jemi të vonuar. Ka 13 vite që presim edhe humbim, edhe nuk reagojmë. Demokratët nuk e mbajnë kokën ullur, demokratët nuk janë mësuar të mbajnë kokën ullur, demokratët janë kryelartë. Po si mos reagojmë ne, kur më kujtohet, sepse kam qenë me disa prej jush miq, në vitin 2021, me shoqatën kërkoj takim gjatë fushatës 2021-shit, shoqata rajonale e Gjuetisë Korç. Kishin shqetësim për moratoriumin që kishte vendosur qeveria për ndalimin e Gjuetisë. Dhe thanë do reagojmë, nuk duam ndihmë nga ju si parti, duam ta tregojmë vetë forcën, por nëse ju fitoni, tha, na ndihmoni në parlament për ta hequr moratoriumin e Gjuetisë, dhe do ta shihni, tha, sa njerëz do mbledhen. Dhe vendosën që as si shoqat rajonale të Gjuetisë mos e bënin, po e vendosën vetëm Dega e Korç. Dhe shoqata e Degës së Korçës e Gjuetisë mblodhi 200 veta për të protestuar. Ndërkohë, Partia Demokratike sot nuk e kupton pse ka problem që mbledh 3 herë më pak se shoqata e Gjuetisë para kryeministrisë, ndërkohë që gjithë populli opozitar, gjithë qytetarë shqiptar janë pa kënaqur nga qeveria e Edi Ramës. Ne, të nderuar miq, nuk mund mbledhim njerëz më pak se sa ka mbledh në 2021-shin shoqata e gjuetarëve të Korçës. Partia Demokratike ka minimalisht 500.000 mbështetës që e kanë votuar, po ndërkohë sot kanë shkuar mira tjerë që janë kundër qeverisë së Edi Ramës. Disa thonë që kanë frikë nga regjimi demokratët. Po demokratët nuk kanë pyetur nga regjimi tjetër që të vriste, por nga ky regjimi sotëm që fiks, s'doja ta thosha me atë gjuhë. Po pse nuk pas kanë frikë demokratët që të mbushin sallat dhe që nuk i nxen sallat siç e shihni sot këtu dhe siç e keni parë në çdo qytet të Shqipërisë? Po kur thonë disa që kjo thonë i shkon Ramës në interes. Sikur këta e rrëzuan Edi Ramën, kanë 13 vite dhe po kërkojnë tani që aman se Edi Ramën e mban cili do që bën pazare me Edi Ramën. Nuk ka interes më të madh për demokratët se të rrëzojnë Edi Ramën. Nuk ka interes më të madh për mua personalisht, që jam rritur, kjo është shtëpia ime politike, unë jam rritur, unë jam që fëmijë në këtë parti politike, ju e njihni, edhe më njihni. Dhe nuk ka interes më të madh për mua që bashkë me demokratët ta rrëzojmë, sepse ndërkohë që secili prej jush, që unë ju jo 1-1 dhe ju di problemet 1-1, ka mbajtur kosto nga kjo qeveri. Ndërkohë që unë kam bërë burg për këtë qeveri, shumë të tjerë kanë bërë leje, kanë bërë koncesione, kanë bërë tendera, kanë bërë para.
Po si mundet të thuhet që nga problem për Partinë Demokratike, unë dhe ju që kemi mundur Edi Ramën, dhe jo këta që kanë qenë 2013 që i dërmon Edi Rama çdo palëzjedhje. Unë mendoj të nderuar miq që Partia Demokratike e ka ende forcën brenda vetes për të bërë ndryshimin, për të përfshirë njerëz, për të bashkuar çdo demokrat që është i pakënaqur dhe më tej pasaj për të shkuar drejt hapjes. Këta e kemi parë në Durrës, në Elbasan, në Shkodër, në Gjirokastër dhe akoma më fuqishëm sot po e shohin sot në Korçë. Ne kemi në fokus vetëm një element. Si të gjejmë mekanizmin e dur të arrëzojmë një orë më parë qeverinë e Edi Ramës. Një qeveri të degraduar, të degeneruar dhe t'i dalin për zot njerëzve që përballen për ditë me represionin e qeverisë. Të ndërtojmë një politik tjetër, më njerëzore, me këmbë në tokë, duke dëgjuar njëri tjetrin. Larg armiqve imagjinar, larg vjedhjeve, mashtrimeve, abuzimeve, zvarritje me kohën dhe jetën e shqiptarëve. Të konsolidojmë shtetin shqiptar bashkë me partnerët strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Askush nuk i ka asnjë ditë borxh Edi Ramës dhe të gjithë politikës vjetër që e mban këmbë Edi Ramën. Askush nuk frymëzohet dhe nuk i duhet politika nëse nuk i shërben njerëzve dhe nuk i shërben ndryshimit. Prandaj miq, e ritheksoj disa herë, prania e sonte e juaja më emocionon sepse tregon se ende ka shqiptar që nuk janë dorëzuar, se ka demokrat që nuk dorëzohen, që nuk e pranojnë të degradim. Këtë standard mizerabël të përfaqësimit të interesave të qytetarëve, që duan të dëgjojnë dhe të flasin për të ardhmen, jo të rrinë me kokën pas, me idiotësit dhe me gabimet e përsëritura. Motra dhe vëllezër, Shqipëria sot po kalon një nga periudhat më të vështira në 35 vitet e postkomunizmit. Degradimi i qeverisë së Edi Ramës i rri si një gur i rënd mbi supet e shqiptarëve. Vjedhjet e tij dhe të shpurës së tij, dëmi i tij në xhepat e shqiptarëve e kalon edhe vitin e mbrapsht 1987. Por nuk jemi vetëm më përballë gabimeve të tij. Jemi përballë një modeli të degeneruar në korrupsion kapilar në çdo halk. Braktisje totale ndaj shoqërisë, pa aftësi për të drejtuar vendin, rrëshqitje jashtë kontrollit të institucioneve shtetërore. Kur Shqipëria nuk ka pasur një shtet me institucione kaq të dobta, kaq larg kallave dhe problemeve të familjeve, të dërinjve, të fëmijëve, të pensionistëve, të profesionistëve. Realiteti është një shuplak për të gjithë qytetarët. Pamundësi e strehimit për familjet, problemet ekonomike, mungesë mundësish, shëndetësim mizerabël, arsim mizerabël, pastrim, shërbime, infrastrukturë si në mesjet, sistem vlerash të kalbur, ndërkohë që miliarda euro harxhohen duke avulluar në xhepat e qeveritarëve nëpërmjet korrupsionit. A i keni parë pamjet e këtyre ditëve në Shqipërinë e krusur, të trishtuar, përmbysje në çdo cep të Shqipërisë për shkak të vjedhjeve me hidrovoret, me kanalizimet, me ndërtimet e pa planifikuara. Zjarre që djegin pasuri e tokë, miliona euro u dogjen tek 5 Maj në Tiranë. Prona që nuk mbrohen, aty sidomos ku ka interesa për të ndërtuar pallate dhe qytetarët përfundojnë me pronat të djegura. Asnjë siguri, asnjë garanci nga institucionet. E keni parë se si rruga Qukës Qafloç e tenderuar që në vitin 2013 me $65 milion ka shkuar 260 milion euro dhe e keni parë se si ka rrëshqit edhe është e pakalueshme. E keni parë edhe cilësinë e rrugës. Po i vodhën ajdutët. Një rrugë e cila shkurton vetëm 10 minuta, po ndërkohë është ndërtuar, siç e thoni ju dhe siç e themi këte, si sytë vetë kanë bërë atë rrugë dhe rrezikojnë jetën e qytetarëve që kalojnë në atë rrugë në çdo moment. Ministrat dalin 5 minuta para kamerave dhe më pas ngrohen orxhaqet e korrupsionit dhe të babzis. Rrinë dhe i bëjnë kashillek një Shqipëri e tërë, ndërkohë që duhet ishin në arrest për abuzimet që kanë bërë me detyrën.
mbajnë peng të gjithë shoqërinë me hallet e veta, si të pa cip dhe të pa turpshëm që janë, nuk pyesin as për ligj, as për moral dhe as për përgjegjësi politike. Kjo situatë nuk është thjesht e keqe, është e pa imagjinueshme për një shtet normal, edhe për një demokraci, si kjo e jona, që është thuajse hibride dhe autokraci. Nuk kemi vetëm një krizë politike, po krizë shtetërore dhe morale, dhe ky është rreziku më i madh që ka Shqipëria e sotme. Qeveria e Edi Ramës ka dalë jashtë kontrollit dhe është urgjente që shqiptarët t'i thërrasin të marrin fatin e tyre në dorë. Shqiptarët sot nuk kërkojnë luks. Shqiptarët kërkojnë normalitet. Shqiptarët sot kërkojnë respekt. Kërkojnë një politikë njerëzore. Dhe është përgjegjësi historike për ta mbyllur këtë kapitull, që në bindjen time koha e këtij kapërcimi, koha e ndryshimit në një etapë tjetër për një Shqipëri demokratike ka ardhur. Por ndryshimi nuk vjen vetëm duke thënë se sa keq është qeveria, se nuk ka shqiptar sot që nuk e di që qeveria është e korruptuar, apo jo? Ka njeri që nuk e di qeveria është e korruptuar, kokë e këm, po apo jo? Por ndryshimi vjen edhe duke ndërtuar ne, Partia Demokratike e Shqipërisë, alternativë të besueshme. Ndryshimi vjen edhe duke pasur ne dhe duke marrë përgjegjësitë tona. Partia Demokratike po kalon një krizë, e cila duket për shkak të rezultateve të fundit. Nuk ka kuptim ta mohojmë. Demokratët janë të lodhur. Një pjesë e madhe e demokratëve po njësoj me të cilët kanë folur, po njësoj mendojnë si ne, një pjesë nëse nuk do të shikojnë dhe nuk do të shohin një shpresë për ndryshim, do të rrinë në shtëpitë e tyre dhe po rrinë në shtëpitë e tyre të zhgënjur nga situata në Partinë Demokratike. Ata kërkojnë më shumë dëgjim, më shumë hapje të Partisë Demokratike, më shumë respekt, sepse kjo krizë nuk është dobësi, është një sinjal që ne duhet të lexojmë si të tillë. Sinjal se Partia Demokratike duhet të ripërtërihet, jo vetëm në emra dhe jo në emra, por në frymë, në sjellje, në marrëdhënie me njerëzit. Partia Demokratike duhet të bëhet sërish shtëpia politike e gjithë shqiptarëve, jo vetëm e demokratëve. Një shtëpi e hapur, ku njerëzit hyjnë pa frikë, ku fjala dëgohet, ku mendimi respektohet. Pa një Parti Demokratike të fortë dhe të besueshme, Shqipëria nuk ka ndryshim. Dhe tani, miq të dashur, më lejoni ta mbyll këtë fjalë duke ju folur jo si politikan, por si njëri prej jush, që kemi bërë betejë politike, që kemi ndarë kohë së bashku, që kemi ndarë ide dhe përballje me qeverinë. Sonte ajo që po ndodh edhe ndodhi këtu në Korçë ka shumë rëndësi. Jo sepse ne po flasim për çfarë po ndodh me realitetin politik, pasi atë e din të gjithë. Po ka rëndësi shumë të madhe për shkak të pranisë të jashtëzakonshme brenda dhe jashtë kësaj salle, sepse prania juaj sot është një mesazh i qartë për të gjithë ata që mendojnë që demokratët janë dorëzuar. Partia Demokratike është një fuqi e jashtëzakonshme. Demokratët kanë një fuqi të jashtëzakonshme. Ju sot e keni manifestuar dhe po e manifestoni. Takimi sotëm është një mesazh për një sistem ekonomik të errët që ka një qeveri që ka kapur prej fyti Shqipërinë dhe politikën, të cilët gjithashtu rrinë sot të strukur nga drejtësia. Një sistem që e ka humbur lidhjen me realitetin, që e ka degraduar politikën dhe shtetin, por që duhet thënë, fal punës së fundit të strukturës posaçme antikorrupsion, qeveria po i humb pjesët e saj një dhe nga një. Por të dashur miq, drejtësia ngre vetëm akuza. Politika i propozon edhe jep zgjidhje dhe ne duhet t'i japim zgjidhjet.
dhe zgjidhjet në Shqipëri si kudo në botë kalojnë ose nëpërmjet qesheve dhe në fund në çdo rast nëpërmjet kutisë votimit dhe në kutinë e votimit ne duhet frymëzojmë njerëzit, ne duhet bashkojmë njerëzit. Prandaj e sotmja është një mesazh për ne, për Partinë Demokratike, se njerëzit presin më shumë, presin të flasim më qartë, të dëgjojmë më shumë, të përfshim më shumë njerëz dhe pa diskutim. Ta dim qartësisht që demokratët janë më shumë se sa antarësia e Partisë Demokratike, se shqiptarët janë më shumë se sa demokratët, se Partia Demokratike është bërë fituese vetëm kur ka dëgjuar dhe ka respektuar vullnetin e demokratëve dhe kur është bërë zëri shqiptarëve. Prandaj miq, do ta rithem përsëri, Partia Demokratike duhet bashkohet, duhet të hapet, duhet të ripërtërihet. Ta lëm pas të shkuarën dhe të frymëzojmë shqiptarët për t'u bashkuar drejt të ardhmes. Vetëm një Parti Demokratike e ripërtërir mund ta nxjerrë Shqipërinë nga kjo krizë dhe ta udhëheqë ndryshimin e shumë pritur për qytetarët shqiptarë. Dhe miq, ne duhet fitojmë dhe kjo është përgjegjësi historike për gjithë secilin prej nesh që kemi një përgjegjësi politike në strukturën e partisë. Duhet ta marrim pushtetin jo vetëm si detyrim ndaj çdo demokrati që ka sakrifikuar, por duhet ta marrim pushtetin për të ngritur kokën lart Shqipërisë. Për të sjellë më shumë energji, më shumë kujdes, më shumë pasion dhe më shumë kujdes për Shqipërinë tonë të dashur. Për të sjellë normalitetin dhe frymëmarrjen edhe tek gjeneratat e reja që siç e shihni, flasin në mënyrë të jashtëzakonshme dhe kanë formim të jashtëzakonshëm. Pa ngarkesat dhe peshat e së shkuarës, siç e dëgjuat. Kemi të gjithë shoqërinë e lirë dhe të gjithë partnerët në krah. Nga Korça sonte mesazhi besoj që është i qartë për çdo demokrat dhe për çdo qytetar shqiptar. Bashkohuni me ne në këtë rrugtim të bëhemi një forcë e madhe, një forcë frymëzuese. Ndryshimi është i mundur kur ne jemi bashkë. Nëse përfshihemi dhe nëse e kemi guximin dhe demokratët e kanë guximin për të fituar. Të nderuar miq, ju falenderoj nga zemra për këtë mbrëmje emocionuese, për këtë mbrëmje majgjepsëse, për këtë mbrëmje frymëzuese. Faleminderit Korça e shpirtit të madh, faleminderit Korça ime, pa frikë, pa ndalim, të gjithë bashkë doja dalim dhe ky është një premtim përpara jush, përpara qytetarëve shqiptar. Fitore, fitore, fitore. Zoti ju bekoft ju, Korçën dhe Shqipërinë.